ma shtrejt dë bara se lara. Ato pare I ka hongë rruki. Unë jam Iftar Krasniqi, vi pe lagjës ma vjetër Prishtinës, është Koljovic, edhe bëj këtë punë me transport që mas pakti, 7 vjetë me firmë, me këtë I kam qelta, edhe I kam 2 kamion atyrë, një kam edhe një shlep, ose karotes që bojnë kere, po merë mundësia I bona do pare tu, shkova me bleve qëtë kamion në Slovaki, e bleva 4.400 euro pare, edhe gojarisht që a kina folë edhe për mes bankës që a kun bo pagesën, edhe gjitha I kam me dokumentacione me gjitha, 500 euro ma shumë mi murë Slovakia, deri sa dërgjën Bashkimin Evropian, për më kthy 500 euro dhe erë dhe u futa drejnë doganë. Procedura doganore në për kufit këmë kryjë sikur në kufit Serbisë atje, sikur në të dhejve I bordë në kufit Kosovës, edhe më shku në terminalin tren në Prishtinë, që është në Vregoli. Ato, të shpediteri ka dërzu letrat edhe I më konë me tjetërin kamion Tiranë. Do me thonë, mas 2 ditë është kjo punë, më ka morë shpediteri, tha se faktura për kamion ka dollë 2.096 euro. Thash nuk ka mundësi, se është me përmi gjysë milioni kilometra, një, e dyta është 19 I vjetër, ose është 2006, nuk është kërë ose kamion I ri, tha, unë po thëmë që shtë dhe ma ka dërguar një mail fakturën sa është. Ju morë dhe pej atje, si ku pas parët këtë, I ku morë të një shok, më I me thirë mjavë dëshmuet që tani në telefon, I ku morën të shok edhe ju më detyru me shku me pagu doganën pikrish për qitë kamion, është 19 vjetë I vjetër me mbi gjysë milioni kilometra, më një mi fotografu, sa gja kryva homologimin, edhe më ka pagu vlerën e tina 2.096 euro 58 cent. Thot, shteti jonë pja vjeki terminalin mos me pagu 30 euro ose 40 euro, shumë regull, faleminderit. Po 40 euro po t'i jek, edhe po t'i merë ty kamionin që kum pagu krahasimin para 6 vjetë, 700% ma shtrejt dogana. Jo 70, o 700%, se kum pagu 340 euro për atë kamion. I njëjti, kilometra ka pas ma pak se kë, I ka pas 200.000, kë I ka për mi gjysë milioni, kum pagu 340 euro. Kum pagu e 440 me terminal, me shpediter, me gjitha. I kom fakturat, nuk po folli. E kum pru tjetrin, që në 10 tonë ma peshë se kë, është ma I ri se kë. Për një vjetë, kum pagu e 1.370 euro. I kom fakturat, nuk po folli. E pruna këto 2.100 euro faktikisht. Me shpediter, me gjitha gjonat që do të mi bone në këto, unë delë këtë dikon 2.700 derin 3.000 euro. Që I bjen 4.400 e kumble, 3.000 kon taksa mja pagu shtetë. Kosovës. Për gjysë, ma shumë se sa që e këtë. Të nanë ka tonë për para I kum një të thonë, po si kum kuptu këtu, ma shtrejt dë bara se lara. Lara në faktikisht të kë, që e kum le 4.400, a bara është që po të me dhonën 3.000 euro ma shumë, edhe se di për çka po të me dhonë. Është jashtë normalës. Ju thatë që këni posë dhe oferta për me doganu dhe në shtete tjera, një kolegi jami, I Rozhojës, Enis quhet, e ka firmën e transportit, unë tha, pse se sjellët e na, namën firmës tem, tha ta kësha doganu, 440 euro. Është Boshnjak, Enis quhet, është I Rozhojës, më I me ta thirë në telefon, ta dokumenta I këtë ta bëj. Unë ka thonë një shok I Shqipnis, I Kuksit, që zakonisht e bëj rrugën për Shqipni, ma bjen, këto mos heqe pi doganës, bire 770, me gjithë letrat prej me thojnë ata, do me thonë letrat e prej me tabelat, regjistrimi, doganët, gjitha senet, 770, që ka pyt, kurse te na është veç të dogana 2.100 euro. 2.096 euro 58 cent. E për dhe vetë dokumenta, s'kom që me tonë, I kom gjitha që. Ja kom dërguar me vetë prodhimit, me gjitha gjonat, po është veç e këtë, kur gjithë jetës. A ke bisedu me dikon doganës? Shkime, me kanë mund me bisedu, ti me një doganjar që punon pikë doganore, sikur është me folën, sikur me nalë njëri në rrugë me folë, që thot, shkon drejtori, thojnë për qaj e orë, që na një mailën s'ta këshyrin kërë edhe kështu që ato pare I ka hongë rruki, na punojna vesh me majtën shtetin, me pare doganës. Dhollë me plashki të vlo, ti shë 5 euro gjep ti marty me zërë, mi bo krimet edhe me jetua, se për me punu s'pët lem. është puna që s'pët lem. Që të sen s'di që me thonë veç, inshallah në erë në rejës, që për që kur s'ku më në rejës, edhe ku ka shqiptar, kur mirë s'u kona, s'kur mirë s'ku më bo, veç
Kanë thonë bëhet mirë, se s'ka kur gjë pjesojnë. Është qëllimi me na shkel, është qëllimi me na myt. Me shku mi po në kufit të prit mërdor, janë 25 kilometra, kamion atë flajnë, kum flajt vetë, 4 ditë kum flajnë malë. Në kamion, 4 ditë, pa në rrutë qërop. Hajde për nërëshë se i merë një parë me vetë, hajde më falë, mrenshme të një moshtë, ti merë me vetë, në rënë, ti kur s'pas të ruash, vjen nejra, bo vetë vetës unë janë një nejra në kamion. Moje që shdush pas, o shumë e fështirë. E ki të merrin e Zotit që ashtu në bojë. Pse për në bën interesat e dogonës, qa janë ato nuk i din kërkush, vetë ata që i menagjojnë, ata i di. Dhe më thonë, vitet e majashme ju keni pas letësira doganore. Jo kena pas letësira doganore, po kum pagu 340 euro me 2100 euro është një diferencë, 700%. Jo 70, po 700% është merë i Zotit, kum pagu 340 euro, e kum le kamionin në atë kohë 6500, kum pagu 340 euro, e kum le 4400, o vëllo, ka me dokumentat firmës, ku i kum le me flet pagesë bonkës, me gjitha senet janë, më ka dhollë dogona ma shtrejt bara se lalla. S'po di qa me thonë, është, me të vërtet është me rrit mera. Tu veç me punu s'bën, qatë do që të bën tjetër sen është ma mirë. Unë e po ta qef mi paralajmruhe, unë jam viktima që e kum pagu, po aj tjetër bre që te bjerë më zdel viktima, kur bre mu sen, edhe të Mikollin krejt sens është, se vite ti punoj shofer, nuk është problem, po, mos bjen aj tjetëri viktima, o vlo, bjen një kamion me i mëtë minzirën, një rrugë më jure një pokë, 600-700 euro në mujtë, a i shkreti do të me hi bërsh për me doganu një kamion. Kjo është normale, 2000 euro. Një kërë, 10 vjetër, në deklaruat dogona, nëse nuk e pagun 2000 euro dogonën për një makinë luksuese, një BMW ose një Golf ose një diçka, unë e pja fali këtë kamione. Kurse për mjetë punës të s'ka dogonë, ati merë 2100 euro. Kjo nuk është 2024, është 25. është jashtë normale, s'po nuk e di. Inshallah, me herë bëhet mirë.